Zotë Kryetar, faleminderit edhe për mundësinë që të flas, po edhe për pyetjet. Ky është raportimi i fundit i Avokates Popullit në Parlament. Me një mandat atipik në fakt, i cili ka zgjatur dyfishin e një mandati normal. Raporti i fundit që ka sjell Avokatja e Popullit është një nga raportet më të mira që unë kam lexuar për çështje të mbrojtjes së të drejtave të njerëzit në këtë parlament. Dua ta përgëzoj avokaten, stafin, komisionerët për punën të paktën në 3 drejtime. Elementi i parë për cilën doja të theksoja që ky parlament ka nevojë të flasë është minimumi jetik. Analiza për minimumin jetik i cili duhet patjetër të ngrihet nga niveli i sugjerimit të Avokatit Popullit në një ligj që vjen këtu në parlament është e domosdoshme. Ashtu siç Partia Demokratike ka propozuar 3 herë me radhë prezantimin e minimumit jetik për të siguruar që të paktën 55% e familjeve shqiptare të mos jenë në nivelin e mbijetesës, ne duhet patjetër tashmë që jemi edhe në pritje të miratimit të buxhetit ta bëjmë këtë realitet. Ne kemi dorëzuar edhe një kërkesë me mocion për debat për sa i përket minimumit jetik. Çështja e dytë që doja të theksoja lidhet me çështjen e pronës. Është fatkeqësi që 10 vite mbas miratimit të një ligji që në gjykimin tonë është antikushtetues, ka 33% zbatim, kthimi dhe kompensimi i pronave. Që mbas çështjes Manushaj Qeputo e të tjerë nga Gjykata Europiane e Drejtave të Njerëzit, deri më sot kemi hapa pas në respektimin e të drejtës së pronës. Kështu që unë besoj dhe gjykoj që është koha që ky parlament të miratoj një kuadër ligjor të plot për sa i përket kthimit pronës, të anulloj ligjin e investimeve strategjike, të anulloj aktet normative për legalizimin e ndërtimeve që kanë shkelur lejen dhe të miratoj një ligj që i kthen pronën pronarit dhe të zotit. Për sa kohë këto nuk ndodhin, atëherë unë besoj që të drejtat e njerëzit nuk po respektohen. Dua të falenderoj dhe Avokatën e Popullit për punën për procesin e integrimit. Është një institucion i cili ka 98% zbatim të gjithë rekomandimeve të Komisionit Evropian. Faleminderit.